Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjet të zgjidhja, ja receta në kushte shtëpie që pastron rrënjësisht mushkrit. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri si pasojë të ftorës ose gripit mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një kollë tepër të fortë, nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet gëlbaza. Një gjë e tillë mundet të ndodhë edhe si pasojë bronchitit, azmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund t'i vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, si për shembull supa, çajra, bimor e të tjerë. Ndër ushqimet më të mira dhe më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet pikërisht mjalti, i cili është njëkohësisht edhe shumë efikas për sa i përket pastrimit të mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumoj një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera tepër të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe gjithashtu xhenxhefili. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë luke çaj 2 deri në 3 gram me xhenxhefil pluhur, gjysmë luke çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja: zgjeni së bashku uthullin dhe gjithashtu lëngun e limonit. Sapo të marrë hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe gjithashtu specin djegës. Përzini mirë së bashku derisa të përfitoni një lugë me përmbajtje uniforme të cilin duhet që ta hidhni në një shishe qelçi. Konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha duhet që të përdorin të paktën 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që ajo të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni me patjetër tek mjeku në qoftë se këto sekrecione zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Njihuni me ushqime të cilat do të pastrojnë tërësisht mushkrit tuaja. Përkujdesja për mushkrit është një hap i shkëlqyer i cili mundëson mbrojtjen nga sëmundjet e ndryshme. Në këtë video ju do të mësoni për ushqime të cilat pastrojnë dhe detoksifikojnë këtë organ tepër të rëndësishëm. Çaji jeshil. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë pirjen e një filxhani çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do t'ju ndihmojë ju që të pastroni organizmin dhe mushkrit tuaja nga toksinat, por edhe që të ruajë sistemin tuaj tretës. Çaji jeshil mundet të kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur gjithashtu me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes për stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose i ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mundet që ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni që të pastroni mushkrit tuaja, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten dhe vitamina A, K, C dhe B. Lëngu i saj gjithashtu rrit nivelin e alkalinës në gjak dhe studimet kanë konfirmuar se vitaminat e karrotave vetëm në disa ditë do të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës apo të mushkrive. Xhenxhefil.
Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai gjithashtu lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkrive. Ushqimet e pasura me antioksidant. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant të cilët forcojnë imunitetin dhe kapacitetin e mushkrive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexhiku. Përbërësit organik të cilët gjenden tek rigoni përmirësojnë frymëmarrjen tuaj dhe gjithashtu çlirojnë mushkrit tuaja nga bllokimet prej sekrecioneve. Gjithashtu, mund t'i përdorni si çaj dhe ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenexhiku po ashtu qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhen bërë pjesë e regjimit tuaj ushqimor. Mbrojtja e mushkrive kërkon gjithashtu marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe suplementët. Këshillat e fundit, por jo nga rëndësia, janë që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe gjithashtu të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Nga ana tjetër, pini pije pastruese. Është shumë e rëndësishme të dini se përmirësimi i gjendjes së mushkrive tuaja fillon diku mes 2 javësh dhe 3 muajsh nga fillimi i terapisë. Pra, pas rreth 1 muaji, ju duhet që të ndiheni më të shëndetshëm. Në këtë rast ka edhe disa pije të cilat munden t'ju ndihmojnë ju në reduktimin e mukusit dhe gjithashtu detoksikimin e këtij organi. Pijet që juve do t'ju duhen janë mjaltë dhe ujë ngrohtë, ujë me limon, çaj i gjelbër, lëng karrote, shafrani indiz dhe xhenxhefil, pije banane, spinaq, manafera. Përdorni dhe terapi me krip. Terapia me krip është thithja e ajrit me grinca të vogla kripe, quhet haloterapi dhe është një trajtim alternativ për problemet e mushkrive si astma, bronkiti dhe kollitja. Mund të vizitoni një dhomë të veçantë kripe ose të blini një llampë me krip Himalajesh që të mund ta përdorni në shtëpi. Merrni vaj të rigonit. Vaji i rigonit është një dekongestues natyral. Bëni një përzierje 50-50 vaj të rigonit me vaj bajameje. Ju duhen 1 deri në 2 pika nën gjuhë dhe mbajini për 3 deri në 5 minuta. Më pas shpëlajini gojën me ujë. Për të ndjerë efekte duhet që ta bëni 3 herë në ditë 1 deri në 3-4 javë. Banjat e nxehta mos t'i bëni më shumë se 3 herë në javë. Për frymëmarrje më të lehtë ju mundet që të përdorni lagështues ajri ose të ngrohni një banjë të ngrohtë. 2 deri në 3 herë në javë është e mjaftueshme për të përsëritur këtë procedurë. Për të shmangur problemet e lëkurës, gjithashtu banja nuk duhet që të jetë e nxehtë, por në një temperaturë midis 32 gradë deri në 40 gradë Celsius. Gjithashtu bëni ushtrime të frymëmarrjes me gojën mbyllur. Këto ushtrime çlirojnë ajrin e bllokuar në mushkri dhe gjithashtu përmirësojnë ajrosjen dhe shkaktojnë relaksim të përgjithshëm. Relaksoni muskujt e qafës dhe shpatullave, merrni frym ngadalë përmes undës duke numëruar deri në 2, por mbajini gojën mbyllur. Kjo do të mjaftojë për një frymëmarrje më të qetë, më normale, jo shumë e thellë. Shtrëngoni buzët dhe më pas filloni të nxirrni ngadalë duke numëruar deri në 4. Praktikoni këtë teknikë 4 deri në 5 herë në ditë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.